ke pa autorizim, deputeti lirohet menjëherë nga masa që prokurori kërkon. Po kjo do ishte tamam harmarrje. Do të shkojë të gjunizohet përpara Edi Ramës, prokuroria që Edi Rama i dha spatën Altin Dumanit, do shkojë të gjunizohet përpara Edi Ramës se ka 83 mandate me ndihmën e Altin Dumanit. E kupton sa kontradiktore është që them. E kupton. Po është e vërteta, sepse gjithmonë e vërteta buron nga gjërat që janë kontradiktore me njëra tjetrën, sepse e vërteta nuk del shpejt, e keqja del me njëherë. E vërteta kërkon të përplaset me shumë faktor të ndryshëm. Dhe prandaj po them që prokurori i ri i Spakut, në rast se nuk është i partisë, ka një detyrë kushtetuese. Shkoj të marrë blokun në kryeministri bashkë me të edhe atë që ka plotësuar blokun. Prandaj them që rasti Ballukut është një rast lufte, goditje dhe në fund fare triumfi. A do triumfoj Rama apo do triumfoj drejtësia e re? Mua statistikat tani më dalin shumë problematike. Avokat, po jam i bindur që ai që do fitojë është pushteti legjislativ. Dhe nga kush përbëhet pushteti legjislativ? Nga partitë parlamentare që populli jon ka votuar në 11 maj. Pra, jo Zoti, po jo Altini, jo Klodiani, jo Dritani, po kush qoftë nga ata që do të vendosi drejtësi në këtë vend, duhet ta kuptojnë që mbi parlamentin nuk ekziston asnjë autoritet tjetër në Republikën e Shqipërisë. Në rast se ata jetojnë me hije dhe duan të shkruajnë në librat e historisë së fëmijëve të tyre në shkollat e studentëve të juridikut, mendoj se e kanë gabim. Prandaj unë jam i bindur që në një moment interesant do të fitojë vetëm pushteti legjislativ që përfshin partitë parlamentare dhe partitë të cilët janë pjesë asaj që ne themi të vendimarrjes politike. Avokat, do futet Berisha nesër në kryeministri apo jo? Zoti Berisha për mendimin tim është futur në kryeministri në mënyrë indirekte për shkak se marrëveshja politike me zotin Rama është ende duke u negociuar. Zoti Berisha po krijon frymën se si të bindë opozitarët rreth vetes që jemi ende një luftë betejë me Partinë Socialiste, por unë mendoj se në planin më ekstrem, zoti Berisha e ka futur veten e tij në kryeministri. Pse e ka futur veten e tij në kryeministri? Sepse mendoj që zoti Berisha në një moment të caktuar dhe gjithmonë nga faktorët ndërkombëtar që Berisha dhe Rama në momente të ndryshme i vendosin gjithmonë në bashkëbisedim dhe në konsultime, mendoj se nga janari deri në fundit e qershorit, aty korrik, besoj që brenda kësaj kohe, sesion i ri parlamentar, po, nuk ka rëndësi, po, mendoj se qeveri teknike, por me parakush ndryshimeve kushtetuese. Dhe qeveri teknike me ndryshime kushtetuese parakush kontrolli institucional i Spakut. Krijimi i një, tani themun, jo se kam lexuar filxhana. Krijimi i kontrollit të Spakut nga pushteti legjislativ, përbërja Komisioni nga Plata, 11 avokat ose ish avokat, tani është varë në cilësi se si do të futen, të cilët do të marrin atributet e prokurorit dhe në momentet të caktuar do të kontrollojnë prokurorët e Spakut. Pra, do shkojmë në
është në diskutim dhe është përplasje. Pra, kur ky skenar është drejt negocimit, ti do shikosh të lëshojnë urdhër arreste nga SPAK-u. Kjo quhet përplasje. Dhe ajo që po negociohet fort është formimi i një trupe e cila do përbëhet nga 11 veta që do të marrin në mbikëqyrje veprimtarinë e prokurorëve të SPAK-ut dhe të kenë atribute të drejtë për drejta për të kërkuar ndjekjen penale e prokurorëve të SPAK-ut. Dhe prandaj ju shikoni që SPAK-u po lëshon urdhër arrest jo vetëm për ata që ja kanë të bëjnë me opozitën dhe Partinë Demokratike, por edhe Partinë Socialiste. Pra, skenari më i errët dhe më i rrezikshëm për SPAK-un, dhe prandaj po vepron politikisht, është për negociatat kushtetuese. Sepse 101 deputet do votojnë nga parlamenti dhe do të zgjedhë drejt për së drejti populli. Skenari tjetër është 39 senator do të zgjidhen nga partitë politike sipas përqindjet në zgjedhjeve. Dhe ndërhyrja në kushtetutë është që do të krijohet një komision Avokat, i cili do të përbëhet nga profesionistë të fushës së juridikut, po më fal vetëm një sekond lutem. Senatorët kanë imunitet të përjetshëm? se di këtë, se ti mendoj se unë aq sa më kam dëgjuar, unë s'kam pyetur se nëse do jenë imunitet ata apo jo, ç'më intereson mua. Sepse nëse do jenë me 39 senator dhe 101 deputet, në total prapë 140 bëhen ata, pra thjesht po bëhet ndarja, po kjo ndarje mos po bëhet që të kenë imunitet të përjetshëm ata? Shiko, senatorët me sa kuptoj unë duhet të kenë një imunitet të veçantë dhe nuk mendoj se do të ketë mandate 4 vjeçar, sepse po ta mendojmë se deputeti do të jetë për shembull në parlament 4 vite, mendoj se senatori mund të jetë edhe 6 vite ose 7 vite, se nuk mund të në të njëjtën kohë të shkojnë të gjithë në përzgjedhje. Pra, duhet të ketë atë balancimin edhe ndarjen e tyre që të kenë ekuilibër në mënyrë vazhdimsi. Të bëjnë tranzitin e mandatit, si quhet, pra ndryshimin e legjislaturës. Unë mendoj, them vërtetën, që e gjithë kjo do bëhet me një synim, çfarë jo kontrolli në aspektin e komandës, por mbikëqyrja dhe kontrolli institucional në SPAK-ut. Ajo që unë kam dëgjuar një skenar dhe të them vërtetën, nuk e pranoj në aspektin e logjikës, por është e vërtet në aspektin e praktikës, që këta nuk do vendosin prokuror apo gjyqtar të ikur nga sistemi, po do vendosin njerëz të cilët do të jenë në fushën e drejtësisë, që do thotë do të jenë pedagog ose avokat, të cilët do të kenë të drejtë të marrin atributet e prokurorit. Politik. Ky është një skenar i rrezikshëm, është shumë i rrezikshëm. Pra, në rast se ndodh kjo, do bëhet një kuadër gjyqtar. Një prokuror i SPAK-ut në këto momente dhe një gjyqtar i GKK-s dhe i apelit, prandaj thash pushtetin e kuvendit, kupton? Po këta se kuptojnë, as prokurorët e SPAK-ut as ata të drejtësisë. Pra, një prokuror apo një avokat apo një pedagog i cili merr në mbikëqyrje kontrollin e SPAK-ut do të ketë atributet e kërkimit të ndjekjes penale të një personet. Pra jo të posaçëm, por mund të jetë i përgjithshëm. Pra do të krijohet një prokurori më e madhe, e cila përfshin edhe SPAK-u, që edhe ata të cilët janë pjesë e trupës mund të bëjnë kërkesa dhe të ndërhyjnë në punën e prokurorëve, jo hetimore, por në punën procedurale, është gjë tjetër kjo. Është akoma më rrezikshëm, është një plan i rrezikshëm dhe prandaj do të shikosh që në janar mendoj unë do goditen edhe majtas dhe djathtas. Sepse skenari është shumë, do të thoja, goditës dhe mendoj që 20 shenjtorët mendoj se duhet të bëjnë djallin dhe duhet të bëjnë pakt me djallin.